edhe po harrej tash me përmend këtu sa raste të tilla kanë ndodhur të parës publike që janë përdorur. Mbi 100 milion janë dhënë para për vjeshtës, fakt nëse i llogarisë më studentave. Mos të harrojmë efektin tjetër. Prej shtatorit deri në dhjetor. Mos të harrojmë efektin tjetër kur përdoret krejt resurset e shtetit, të janë nisë prej gjipave, e truprojeve, e drekave, dorkave që paguhen këtë për parë të shtetit në favor të partisë që ka pas pushtetin edhe thash lunë si ushtrues detyre. Do thotë krejt kjo është vjedhje e votës. Kjo vjedhje e votës. Do thotë kush ka don. Tash mund me thonë njerëz, jo po dëgjom aty ku e ka vjedhë. Po kjo vjedhje e votës është, vjedhja indirekte e votës është. Edhe do thotë që kjo faktori për mua kryesor që ka ndikuar do thotë në këtë rezultat. Plus manipulimi i diasporës. Do të thonë manipulimi është ekstrem i diasporës, e cila për arsye të cilat unë nuk arri me kuptu, vinë e votojnë këtu me një farë mlefi. Na i kena pa deklaratat e tyre, qysh vinë këtu votojnë, edhe thojnë ja u plasëm zemrën, ki deklaratat e tyre, dhe sot dul një deklarat, prap dikush prej diasporës, i kishë shkru, kishë thonë që qka ju bënëm, dhe sot edhe kjo është manipulim që ja ka bo diasporës. Qysh për ja bënë, tash është marifeti ti. Tash a është foj e opozitës, natyrisht që është foj kryesor është i opozitës, e cila, që përmend edhe Valoni, sidomos gjatë vitit 2025, i ka shku veç mrapa krejt agjendës së Albin Kurtit. Kështu që kjo na ka sjell të ky rezultat. Po s'bën me harru që kjo është vjedhje e inxhinierume kështu e madhe e votës që kanë pasë marrë të bëtu provën për punën e diasporës. Po vinë më intervenu kështu të çështja e vjedhjes votës, se kjo është pak akuzerona. Kjo vjedhje. Jo, kjo përveç vjedhje. Nuk mundet, ose bledhja se vjedhës nuk mundet një parti 92% me marrë në votimin i botës, nuk mundet në një demokraci, nuk mundet në një demokraci, një parti politike 92% me marrë të votave në votime në konsulata, në ambasada dhe ku do që jenë marrë. Nuk kanë mundësi me festu që shdohet se cili shtet normal i botës e hap kuletën për një me festu që shdohet se po është opozita, unë nuk e di. A është dakordon me këta nuk e di. Kjo është vjedhje. Nuk mundet demokraci. Kuleta u hapke për supermarketet. Nuk mundet demokraci një parti 92% votave në asë një vend votim. Në asë një vend votim në parti politike, në demokratisë mundet me ndryshe 100 milion familjes me 92% nuk i mërë, nuk ka shansë, nuk mundesh 92% me mërë. Së është e bëgjetit, e projekt bëgjetit. Nuk mundesh me mërë 92% aktual. Nuk mundesh, në këna hinë 4 milion, në një vend votim, 3,6 miliard është. Në një vend votim të vetëm, mundesh me marrë 92% votë. Ku do të qoftaj? Kjo vjedhje e pastër bre. S'ka vjedhje shumë gazetari. Gazetari, do të më afro evidenca s'ka është vjedhje. Prit se nuk i kupton Dasani ti. Jo, i kuptoj shumë. Nuk i kupton Dasani. Se kanë herë ti intuitën e ki diçka e keqe, një krem, një maskarallak që i po ndodh. Po kanë herë, është një farë... Gazetarët nuk bazohen intuita. Nuk bazohen intuita e lindje. Kish po ljuk për shdo vjetë marketeve i motë qmimet me centimetra të spedika tash. Po, ti shka një motë Bostonat të të fjera shësje? PDK-ja e LDK-ja janë knasë ju dhonë pare supermarketeve, tendera, bizneset dhe familjet, hisedarve, e këtë qëveri nuk dhonë. Ajo këni dhonë për çdo vjetë qytetarë? Po, çdo vjetë ju kanë dhonë. Çdo vjetë ju kanë dhonë. Edhe vjetë dhe par vjetë, çdo vjetë janë dhonë. I konzedhet çdo vjetë janë dhonë. Çdo vjetë janë dhonë. I kanë dhonë vjetor. Ato janë dhonë çdo vjetë. Çdo vjetë dhe se cili shtet normal i botës i jetë. Dushti, kjo është vjedhje industriale. Pse është opozita? Pse është opozita ose kuptoj? Tendera e familjeve të mëdha, bizneseve të mëdha. Tash, nuk ka ashtu.
Në kohë tash është meritokracia, dërsa familjet që kanë... Viktie i revoltum s'ke fitu vota, në ke po deputet partin që kutë se ama ca u bo deputet, të s'ke mujtë më bërë, shumë relax jam pra të punë, janë pjesë e ekipit fitus. Se vjedhe e bugjetit shtetit është edhe kur vjen t'i prej Cyriut i merë shtesat e fëmijëve këtu. Mund ka lejmru këtë raste, personalisht më shkru, s'pëtu me evidentu, edhe jetë të luktu, edhe kena me qitë me emna mbi emna. Jo se i lejen, qeveria e adjukutit i ka leju që ta, për me oblerë votën. Ka pos video vetë për një viti, që ka është të tu kjo punë, për një viti ka pos video vetë, kam raportu për kini vjedhë vota, se opozita e mbokingja, halali koft juve. Qështë kini zbut nuk e di. A i kini bledhë ata nuk e di. A i kini bledhë opozitën, a i kini bledhë opozitën, halali koft nësë të kini bledhë ata. Ata e mbokingja që një dit dolin e rezultatet, kujt nuk e një zoni, 92%. Institucionet do të konsidohen kohë edhe kjo është shumë rëndësishme për këtë vend. As në Venezuelë s'kish pas ndodh me fitu 92% dikush në një kuti votimi. Në Gjenevë më duket në Ti për vene Skenderaj në njëri, 90% për të kërë ka mos Skenderaj gjithë. Ka votu 90%, Gjithë ka mos 90%. Qërë është të Ka mos 70%, gjithë ka mos 90%. Okej, qysh mundet me ndodhë? Qa ka ndodhë me e keni gjithë opozitën, keni vjellë halali kohë. Qysh ndodhë për shamë që një tash, ndrysh është një qytet nëse flasim për Skënderajin, që mundet mi pas specifikat edhe Skënderaj për shkak të pra njëra i lom me sheku i mrapa, që bërënu që keja për atyjit, edhe djemë të saj bon, si me thonë, nuk hes një partije, mund është me pritë që votojnë 90%. Qysh mundet me ndodhë, kjo, unë më ne që për analizë, mas lufte e normale, qysh mundet më konë, pse mundet më konë normale, qysh qytetarë për kitë viseve të Kosovës që shkojnë diaspor, edhe me votu 80-90% një parti politike. Po flasë, se më ne që duhet me seru që to, i liri për thotë është vjedhje. Unë për thëmë që ka ndodhë, unë s'për thëmë vjedhje, unë për thëmë që është të mundshme me dalu që ka qështë me dalu i njëti pjesë e popët që ka drastikisht. Për këtu jetë palishme së është një qeveri cila ka dhe zdjako drejt ligjori është nësë të kryzujët dhe ma sakë se nasë është veterani. Demokraci, dilema gjithmonë janë, thonë edhe i liri mundu me pas percepcione tjera, por në aspektin, dhe më thonë, e organizimit të zgjedhjeve, e si pjesë integrale e zgjedhjeve është edhe prokuroria e Kosovës. Duke pas parasysh që mund me pas vjedhje tjera. Paraprakisht, dhe më thonë, gjatë zgjedhjeve, ma parashme ne e dim gati gjithë, ka pas vjedhje, po ka pas vjedhje. Jo, ka pas jashta subjekt. 2010 ka qenë, hera fundit edhe prej atëherë për një me nuk ka pas. Kush është vona të cila parti? Nuk e di. Dhe me thonë, parti shqiptare. Për të kërë ka qenë? Edhe, dhe me thonë, tash ti mundet me pas, ka mundësi, po ndëgjaj, se s'kam informacione sakta që ka mundësi më vje në mërveti. Dhe me thonë, kandidata, nuk e di sa është, dhe to duhet me... Se përket Leone e konsideroj kështu. Mu më ka rasti, dhe më thotë gjatë praktikave timit mija parlamentare dhe politike, partitë politike në Kosovë janë parti lideriste. Ta kemë parasysh. Që nën kuptan, qytetarët nuk e shikojnë shumë programin, dhe më thonë, vizionin e tjera, po e shikojnë liderin. Tash për tashti, dhe më thonë, në Kosovë, për momentin, lider është Albin Kurti. Pse dalën diaspora në votim edhe Ramush Haradinaj, edhe, dhe më thonë, edhe Albini edhe Ramush jenë lider politik. Ta tjerë, si pas mendimit tim, janë uhes partijës, për një farë formë janë teknokratë edhe menagerët partijës. Për ndryshtë këta dy në lider. Tashti,
votimet ku bën këtë formë, ky votim më duket pakusht euforik. Unë s'kam mund me para pa me ndosh kjo, absolutisht. Unë e konsideroj se njerëz edhe brana për brana leadershipi i vendosjes s'ka para pa që mund të mbretësh. Nuk është pritet të doja 50%. Më thonë këto, kjo shkon Tiranë, ku shkon partia në Zenit, ai shkon Tiranë, normal në shtetet demokratike, edhe bën zaza normale. Për shembull në Kosovë, Konstituta e konfiguron kështu që Kosovë duhet me pas koalicione. Jo një parti me të dhejtë, se nuk është mirë për ndërtimin tonë, shtetit tonë, nuk është mirë një parti se me dhejtë. Më thonë, nuk është e shëndeshme për demokraci, duhet me pas koalicione. Kjo bëhet me kompromise, gjitha këto. Se për këtë jashtë nuk kam shumë informacione, nuk e di, por nëse këta kanë lobu, vendosja ka lobu jashtë, është dash me lobu edhe PDK edhe Aleanca, gjithë ta dhe kishin votu edhe ta për këta, për më mërmenja. Për ndryshe me votu diaspora, ata janë shtetas. Kush është shtetas i Kosovës, që nën kupton e ka, dhe më thonë, shtetësinë e Kosovës, a e ka jo vetëm të drejtë, për ka dhe obligim. Pa morë parasysh se ku është, ka obligim me votu. Për ndryshe, unë e konsideroj... Nuk sankcionohet kërkush në Kosovë. Jo, na kemi obligim si qytetar. Jo, se ke obligim, po. Obligim moral mund është me po. Po jo ligjor. Që nga Australia, për shembull. Ka në disa shtetet Beneluxit. Penalizohesh nëse nuk voton. Ka në disa shtetet Beneluxit që penalizohen. Por kuptimi moral që po thotë do të thotë Iliri, do të thonë duhet me votu, unë e konsideroj se opozita, mos ta shojmë opozitën, po opozita nuk ka reflektu së duhet, edhe ka pas me qindra veprime demokratike për me arrit një rezultat më të mirë. Të se unë e kom prind nga opozita që të ketë një rezultat më të mirë. Qa mundet me bo opozita? Po, jo, veç pak, qa mundet me bo opozita nëse si mas dy organizatave, 16% e njerëzve që kanë votu në Kosovë, me 28 dhjetor, kanë qenë votus nga diaspora. Për këthyrë numrin që kanë marrë pjesë pra në zgjedhje, që jenë 900.000 atë ditë, jenë 144.000 njerëz, pra para punës. 80% për këtyre, nëse i referohen trendit me vota me postë edhe vota me konsulata, jenë votus të vetëvendosjes. Plus shtoja, për shembull vetëvendosja i merr prej konsulatave edhe vota me postë edhe 40.000 vota tjera. Që i ka marrë, tash që i shohim. Qa mundet me bëhë dikush, edhe nëse ti për shembull që tha Iliri, i shkep edhe një 100 milion euro, qa mundet me bëhë një opozit? Leon dëgjom. Pra, e gagaroj për shkak se, prof, e kanë plët vende me ligj, në momentin kur shpallën zgjedhjet, as punësimi nuk lejon administrat. As rrugë nuk shtrohen, pra mësë me ndiku. Ndërkohë, kryeministrin 70 milion euro i në shkep. 26 milion euro i kanë dhënë studentëve për zgjedhje lokale. Shiko, Ilir, qa mundet me bëhë opozita për më dhe? Disa pare më rrëdhon këtu. Na pe jarrojmë ato që nuk duken. Na pe jarrojmë ato që nuk duken. Do më thonë, kur ti shkon me... Unë menoj që për shkak 70 milion Ne shita i votën më 100 euro. Ndërtu një emergjencë Kur shkon me gjipa të zi, kur i përdojë këtë me drega dorka. Ndroja që ti qytetit, 100 milion euro kam rrinë buxheti për barna esenciale, nëse s'gaboj aty. Shiko, dhe më thonë, për shpjegoj veç në aspektin dhe më thonë juridik, të që i kështu. KQZ-ja është institucion kushtetues, i cili ka për obligim kushtetues dhe ligjor që ti menaxhoj zgjedhjet deri në fund. Si mbrana ashtu dhe në jashtë. Unë e konsideroj se ka pas ndonjë komision atje jashtë. Dhe më thonë partive politike si në kriju këtu edhe atje. Atëherë ka pas një mbikëqyrje, s'ma merr mendja, tash nuk e di, s'ma merr mendja që ka shku bashkë kështu pa kur far mbikëqyrje. Pa kur far mbikëqyrje ka shku. Do të ketë për njerëz që janë emëruar për Donika Gërvon. Nuk e di, pro. Nuk më s'e di. Por KQZ-ja duhet ka drejt qysh mundet në demokraci një parti me marrë 92%, që tha Leo edhe në Skanderaj që llogaritet djepi u QK-s, edhe vendlidhja e njerëzit që ka shkuar pavarësinë e këtij vendi. Nuk i kanë morë 92%. Madura i ka morë 50%. Nuk mundet në Gjenevë me morë 92%, 90% një parti. Vjedhe morë është kjo. Unë e pajtona, a disa të shmija ka del. Unë e pajtona nuk është mirë për demokracinë. Që to pajtona, unë nuk është mirë për demokracinë, të na. Na po të diskutojmë këtu. Po këto brenga që mi shprejhjone, baloni, ti, kretë,
këtu ishdesh me ngrit partitë opozitore, jo na. Vullneti njerëzve për çfarë vullneti po leve më të për vullneti këto. Për ty mundën të vullnetet. Vullneti blem është ky. Pse nuk e votoj për shembull në njëjtin trend në Kosovë? Pse për shembull në Kosovë nuk i ka marrë vetëvendosja 90%. Po tash në diasporë sigurisht që votojnë me kokë të ftoftë, domethënë i këshyrin këtu qysh janë situata tek, edhe ata normal që nuk i shohin gjanat si na, po i këshyrin domethënë nëse ty shtetit bllokohet, ajo tu jetu një shtet normal, do ta di çka. Unë po këshyri pesh bllokoj si shtet. Me pedhon ndihmën teme. Po, dikush për Belgjikë si ka votu, që Belgjika ka 2 vjet e votuar. Pse kanë votu veç po mundohen me shpjegu fenomenin që edhe ju tash po s'përdojmë ja dhënë emën, tash ku po përmend diaspora si do grupe kështu të marginalizuar, jo ti çka ka domethënë thonë, apo ta nxjesin një etiketë. Diaspora u manipulu, diaspora ka bllef. Diaspora u manipulu. Do të thonë që janë optas, gjysa ekonomistë diaspora po voton Perinoti. Pse voton Perinoti, unë nuk i di. Sentimentet e tyre psikologjike unë si kuptoj. Gjysa ekonomistë i vendit sigurohet prej diasporës. Ata jo, nuk është e vërtet, mos përhapni Kallëzëma në biznesmen matë diasporës që ka investu këto. Gjatë qeverisjes vëdhë. Po, pashte mos i përmend banesa që i blenjë. Kallëzëma kompani, ekonomia nuk motet me të nderë me kompani, me biznesmen. Ekonomia furet me shifra generale. Makroekonomia motet me indikatorë. Kallëzëni, hajtë që të veti valjon, hajtë. Nuk funksionen logika e nuk funksionen me logika të Social Kosovë. Nuk funksionen ekonomia me tender, me kompani. Që vjen mrena. Ma po i ke Ilirit do ja po i ke. Ekonomia funksionen pa manush. Ilirit ja po i ke një ditë dole. Ekonomia funksionen manush. Në shok i unë i tha, këto e në gjitha i ka dek boba dhe këto për diasporës i ka konë thamë vërre. Tha, për abën e Ilirit tha po letha se kë, së është qash i pështë e mësë me onë bobës vërrim, po si ka to senet as me orë. Ja ka pagu biletën dhe të ndosja. Ja pagu me bilet, vajrë pja. Dhe më thonë janë orë, jëmë këry pej shkupit. Pa disa shtëtërimi u konë për atit. Ate qysh, mëse vetë, te e morë me ekonomi gjithë. Kjo vjen dhe që kjo vjen dhe. Vetë me këtu në aeroport, Prishtinës, që punojnë, kalzoj. Heq mu mëse më besë, se unë s'kam nevoj. Blerje votës, kuptimin, e manipulume, qëf me vendime, se qëre, pe nën shkurtit dhe këte, vetë je gazetore din, pe nën shkurtit kësë ka pos drejt, me morë pe themelimit, më falë, të Parlamentit Kosovës. Kërë mandatu Parlamentit Kosovës, që këtu e zëti kryezio, ka morë pjesë kushtetutet të në ligjet e Kosovës, dhe në gjykot kushtetut, se kjo ato e din ma mirë se na. Do me thonë, nuk ko mandat qeveria me morë vendime me shkir vitra me bo, këtë të pa liqme këtu. Jo, këtë e liqme janë. Këtë e liqme. Eva, pepe të kurti tërë, që është jurist eminent, mundet më asmjegu për ligjit për qeverinë e Kosovës, ligjit për qeverinë e Kosovës, veç emrimet e larta i vendimet për marrëveshje ndërkombëtare stopon, tjerat krejt i leja. Nuk mund është i funksionimin e qeverisë me nërë përse i teke qeverisë me bloku këtu vendin e vetë. Edhe për këtë qëtore, harrova edhe me përmend, për një me vetë vendosja du të përpos diasporës, cilin e ka manipulu në ekstrem, dhe vazhdon të manipuloj, nuk i di arsyet pse ajo pranën me u manipulu, nashta që po të valioni pse morën social edhe këtu, edhe në Malmo, nuk e di këtë sen, mirë po, në këtë rrë,